Pas gati 7 vitesh të mbushura me dyshime dhe kërkesa për zbardhje në së vërtetës, prokuroria e Korçës ka konfirmuar se vdekja e 18 vjeçarit Antonio Karafili në Voskopoj nuk ka qenë një akt vetvrasje, siç u supozua fillimisht. Sipas hetimeve të reja, i riu u vra dhe më pas u var në një pemë për të maskuar ngjarjen si vetvrasje. Ngjarja tronditëse ndodhi në 14 qershor 2018, kur Antonio i gjeti varur në një zonë pyjore, pak orë pasi ishte takuar me të dashurën e tij të atëhershme, Casey Spahillari. Kjo e fundit, në dëshminë e parë, pretendoi se ishin ndarë pas një debati dhe nuk dinte asgjë më shumë. Por nëna e viktimës, Mimoza Karafili, nuk e besoi kurrë këtë version dhe i kërkoi drejtësisë një hetim të plot. Pas rivlerësimit të fakteve dhe mbledhjes së të dhënave të reja, hetuesit arritën në përfundimin se Karafili ishte mbytur me çarçaf nga Casey Spahillari dhe Recep Vathi, një i ri me të cilën Spahillari mbante një lidhje të fshehtë. Më pas, dyshja kishin manipuluar skenën për të krijuar pamjen e një vetvrasje. Pas ngjarjes, Spahillari emigroi në Kanada, ndërsa Vathi kreu vetvrasje në gusht të vitit 2024. Prokuroria ka kërkuar masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për Spahillarin, e cila tani përballet me akuzën për vrasje me dashje në bashkëpunim. Autoritetet shqiptare pritet të nisin procedurat për lëshimin në një urdhër arresti ndërkombëtar dhe kërkesën për ekstradimin e saj. Nga ana tjetër, nëna e Caseyt ka mohuar çdo përfshirje të vajzës së saj në krim dhe ka kërkuar hetim të drejtë dhe të pantikuar nga sajesa, siç e ka cilësuar ajo akuzat.